Do rikthehemi tek provimet e maturës shtetërore. Kemi një reagim nga ana e Ministrisë së Arsimit sa i takon daljes së tezës së anglishtes para orarit zyrtar të provimit. Ministria e Arsimit dhe Sportit ka reaguar pas daljes së tezës së gjuhës së huaj. Në reagim për mediat, ajo shprehet se siguron maturantët, prindrit, mësuesit dhe gjithë publikun e gjerë se provimi i gjuhës së huaj i maturës shtetërore 2025 po zhvillohet në kushte të plota sigurie dhe në transparencë të plotë sipas rregullores në fuqi, duke garantuar standardet më të larta të testimit për 27.000 maturantë në të gjithë Shqipërinë. Ministria e Arsimit dhe Sportit sqaron maturantët, prindrit, mësuesit dhe gjithë opinionin publik se provimi i parë i maturës së këtij viti gjuha e huaj po zhvillohet sipas standardeve më të larta të sigurisë dhe transparencës në përputhje me rregulloren e maturës shtetërore. Akti i shëmtuar i fotografimit dhe publikimit të tezës së provimit të maturës së lëndës së gjuhës së huaj pasi ka nisur provimi nuk ndikon as pak në proces dhe nuk mund të hedhë poshtë punën e palodhur të miramësuesve, administratorëve dhe punojësve të strukturave arsimore në të gjithë vendin që kanë punuar prej muajsh me përkushtim për mbarvajtjen e këtij procesi. Ministria e Arsimit dhe Sportit dënon me forcë çdo akt që synon të dëmtojë besueshmërinë dhe integritetin e maturës shtetërore, duke theksuar se çdo përpjekje për të prishur mbarvajtjen e procesit të provimeve do të trajtohet me rigorozitet sipas rregullores në fuqi.